Në Vatikan pritet që brenda pak ditësh të nisë konklava që do zgjedh papën e ri. Mes kandidatëve janë edhe një afrikan dhe një aziatik që nëse zgjidhen do të jenë të parët në historinë e Vatikanit nga këto vende. Gjasat janë të mëdha ndërkohë për kardinalin Pietro Parolin, i cili aktualisht mban edhe postin e sekretarit të shtetit. Pas përcjelljes për në banesën e fundit të Papa Franceskut, kolegji i kardinalëve pritet nisë përgatitjet për zgjedhjen e kreut të ri të selisë së shenjtë. Rregullat parashikojnë që Papa i ri të zgjidhet maksimalisht brenda 20 ditëve, pasi ai në detyrë ndron jetë. Në ditët në vijim, rreth 250 kardinalë nga 90 vendet të botës do të mblidhen në kishën e famshme të njohur si Kapela Sistine për të marrë pjesë në konklav. Si shpjegohet edhe nga vetë emri që rrjedh nga latinishtja, ata mbyllen aty duke ndërprerë çdo kontakt me botën e jashtme deri në përzgjedhjen e Papës së ri, që me shumë gjasa do të ndodhë në fillim të muajit ardhshëm. Të drejtën e përzgjedhjes e kanë 120 kardinalë nën 80 vjeç. Ata mbi këtë moshë mund të zgjidhen në postin e kreut të selisë së shenjtë ose të japin këshilla për kandidatët. Në përgjithësi nevojiten 2 deri 5 votime për zgjedhjen e një pape të ri, që lajmërohet nga dalja e tymit të bardhë. 2/3 e kandidatëve pjesëmarrës janë zgjedhur nga Papa Francesku gjatë 10 viteve të fundit dhe reflektojnë me shumicë votash vizionin e tij për një kishë më gjithëpërfshirëse. Në këto kushte, sekretari i shtetit i Vatikanit, kardinali Pietro Parolin, mund të jetë një nga pretendentët kryesorë. 70 vjeçari konsiderohet si figura që përbashkon progresistët dhe konservatorët në rangjet e larta të katolicizmit, që prej 2013 ai ka qenë një prej njerëzve më të afërt të Papa Franceskut dhe jo pa qëllim është etiketuar si zëvendës pap. Nëse zgjidhet, Pietro Parolin do ua rikthejë italianëve papatin pas gjysmë shekulli të kryesimit të papëve nga vende të tjerë. Ai është shuar për aftësitë e tij negociuese mes palëve në konfliktet botërore. Pretendent janë shumë kardinalë të tjerë, përfshirë edhe kreun e kolegjit të kardinalëve, Giovanni Battista Re, që drejtoi meshën e lamtumirës këtë të shtunë. Mes kandidatëve janë edhe kardinali i Filipinas 67 vjeçar Luis Antonio Gokim Tagle, i cili mund të jetë papa i parë nga Azia Juglindore, dhe Peter Koudo Apia Turkson, 76 vjeç nga Ghana, që mund të jetë i pari afrikan në krye të kishës katolike. Shqipëria është në zi sot në nderim të Papa Francesku që u nda nga jeta në moshën 88 vjeçare. Në zbatim të vendimit të Këshillit të Ministrave në shenjë respekti, institucionet publike dhe zyrat shtetërore kanë ulur flamurin kombëtar në gjysmë-shtiz, ndërsa institucionet kulturore kanë ndërprer aktivitetet e tyre. Për të respektuar ditën e zis, Partia Socialiste ka ndërprer aktivitetet në kuadër të fushatës zgjedhore gjatë ditës së sotme. Rama kishte planifikuar